أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falëndërimi dhe lavdërimi i qoftë Allahu xhalla shanehu, atij mbështetim dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selamet dhe selavatet qofshin mbi pejgamberin tonë Muhammedin alayhis salam, familjen e tij fisnike, shokëve të tij të sinqert, si dhe mbar atyre të cilët ndjekin rrugën e dinit islam deri në ditën e Kiametit. Thënia më e vërtetë është thënia Allahu xhalla shanehu, kurse udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammedit alayhis salam. Të nderuar besimtar, para se të fillojmë me ligjërimin e ligjëratës së sotme, shfrytëzoj rastin që t'i përshëndes me përshëndetjen më të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia Allahu xhalla shanehu qofshin mbi ju dhe për ju. Ne sot këtu para jush do të shtjellojmë temën llojet e agjerimit, që të ndalemi secilën veç e veç të shtjellojmë në pika të shkurtra. Llojet e agjerimit ose anwa'u siyam ndahen në 3 kapituj kryesor. Agjerimet e obliguara ose al-wujub, agjerimet e pëlqyera ose al-mustahab, shumicën e rasteve kemi edhe që quhen si agjerime nafile, dhe agjerimet e ndaluara ose të papëlqyera el-hurum, që ne si temë kemi zgjedhur vetëm temën e parë, të agjerimeve të obliguara ose agjerimet wujub ose farzet e agjerimeve. Agjerimet e obliguara ose el-wujub janë të gjitha ato lloje të agjerimeve që çdo besimtar e ka obligim që t'i agjerojë dhe ndahen në 2 grupe kryesore: agjerimet farz dhe agjerimet vajib. Agjerimet farz janë agjerimi i muajit të Ramazanit, agjerimi kaza dhe agjerimi kefaret, ndërsa agjerimet vajib janë agjerimet nedhër dhe agjerimet nafile të prishura që kemi obligim t'i kompenzojmë pra një për një. Agjerimi i muajit të Ramazanit. Agjerimi i muajit të Ramazanit është farz për personat përgjegjës. Personat që janë mukellef ose të ngarkuar për agjerimin e këtij muaji, pra muajit të Ramazanit. Persona përgjegjës ose mukellef në Islam konsiderohen personat që janë el-mu'minu, besimtar ose musliman, el-aqlu, mentalisht të shëndosh, si dhe el-bulug, të moshës së rritur ose moshës madhore. Një musliman që i plotson këto kushte e ka obligim ose detyrë të domosdoshme farz që njëherë në vit të agjerojë muajin e Ramazanit, duke e përcaktuar me Kur'an, Sunnet dhe ixhma ose konsensusin e dietarëve në udhëtitë dietarëve. Këta persona që i plotësojnë këto kushte pra e kanë obligim në përgjithësi pra besimtarët që të agjerojnë muajin e Ramazanit dhe ky muaj është farz pra për besimtarët që i takojnë përkatësisë muslimane të agjerojnë muajin e Ramazanit. Agjerimi kaza është të kompenzuarit e një ditë me një ditë tjetër. Pra e ka obligim personi që e braktis për ndonjë shkak të arsyeshëm agjerimin e muajit të Ramazanit e ka obligim që të kompenzojë pas kalimit të Ramazanit një ditë me një ditë. Agjerimet kaza ndahen në agjerime farz dhe në agjerime vajib. Agjerimi kaza i agjerimit të muajit të Ramazanit është agjerim farz dhe bëhet pas përfundimit të muajit të Ramazanit dhe agjerohet dita pa agjeruar ose e prishur të muajit të Ramazanit për shkaqe të justifikuara ose për shkaqe të arsyeshme. Nëse dikush nga besimtarët nuk agjeron ose e prish agjerimin për shkak ose është udhëtar ose është i smur, si dhe femra nuk agjeron ose prish agjerimin për shkak se është me menstruacione ose me lehan, të gjitha këto duhet kompensuar një ditë me një ditë tjetër, duke bërë kaza pas Ramazanit në një kohë të përshtatshme që nuk është
pra me kru të agjerohet, si për shembull pra agjerimi ditës së Bajramit. Pra nëse ndeshet me këto ditë, është me kru të ahrimen të agjerohet dhe nuk e kemi obligim ose nuk duhet të agjerohet kjo ditë. Për kompenzimin e agjerimit ose për berin e agjerimit kaza kemi edhe një ajet kuranor ku Allahu xhaleshanu urdhron e thot: Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. E kush është i smur prej jush ose është në udhëtim e nuk agjeron, atëherë ai le të agjerojë me vonë agjditë. Një personit të cilët i mbeten të ditët e paagjeruara nga Ramazani, dhe ndërkohë vjen muaji tjetër e Ramazanit, ende pa agjeruar ditët e mbetura, në fillim e ka obligim që të agjerojë muajin e Ramazanit të posa filluar, e pastaj t'i kompenzojë ditët tjera të Ramazanit e kaluar, që do në thot agjerimin kaza e braktis dhe agjeron agjerimin eda ose agjerimin e atij muaji që ka filluar atë kohë. Agjerim kaza i agjerimeve nafile të prishura shndrohet në agjerim vajib. Po që se një adhurim si namazi ose agjerimi, i filluar si nafile lihet, në mes pa u plotësuar, por ndër një shkak të arsyeshëm, është vajib të zaventësohet pra ky agjerim. Lidhur me këtë, Hazreti Aisha radiallahu anha në përcjell këtë hadith. Unë dhe Hafsja ishim të agjeruara, por neve na sollen një gjallë që na pëlqeu dhe e hëngra. Me pas ku erdhi i dërguari i Allahut, Hafsja i foli me një herë prej para meje: o i dërguari i Allahut, ne ishim të agjeruara, por neve na sollen një gjallë që na pëlqeu dhe e hëngra. Dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam na tha: në vend të kësaj dite agjeroni një ditë tjetër si kaza. Dhe me këtë na jep me kuptua se edhe agjerimi nafile është obligim ose detyrë domosdoshme, pasi t'i kaloj vlera nafiles, bëhet vajib ose obligim që të agjerohet edhe ky agjerim, se kemi përgjegjësi ndaj këtij ibadeti. Agjerimet kefaret. Agjerim kefaret është agjerimi mbajtur si kundërshpërblim për prishjen e agjerimit të Ramazanit, pa ndonjë shkak të arsyeshëm, në mënyrë të vetëdijshëm e të ndërgjegjshëm. Nëse personi braktis agjerimin për ndonjë shkak të arsyeshëm, ose personi nëse nuk agjeron këtë agjerim pa arsye, e ka obligim që të agjeroj 2 muaj radhazi dhe të bëj kaza pra ditën që e ka braktis me qëllim pra ose nuk e ka agjeruar këtë ditë. Këto ishin sa i përket agjerimeve fars të grupit të obliguar ose el vujub. Tash kemi agjerimet vajib që ndahen në 2 grupe të vogla: agjerimi i nadhrit ose zëtimit që premton dikush diçka dhe ka obligim të bëj, dhe agjerimi nafile i prishur. Agjerimi i zëtimit ose nadhr do të thotë zëtim, dedikim, premtim. Është marrja përsipër e diçkaje që dëshiron ta kryej por nuk e kryen, atëherë ai person e ka obligim ose vajib ta kryej, siç është në këtë rast edhe agjerimi i agjerimeve nadhr. Për çështjen e nadhrit ose të zëtimit, Allahu xhaleshanu në lidhje me këtë çështje në një ajet kuranor urdhron e thotë: "Fel yufu nudhurahum", ti plotësojmë premtimet tona. Pra çdo besimtar ka obligim që çdo premtim që jep ta plotësojë ose ta kryejë atë premtim, sepse pejgamberi alayhis salam thotë: "El wa'du dayn", premtimi është borxh. Edhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thotë: kush të premtoj se të di bind Allahut, ti bindet. Kush premton të kundërshtoj Allahun, të mos bëhet rebel, i ulet. Dhe agjerimi i fundit për temën e sotit është agjerimi nafile i prishur. Agjerimet nafile ose agjerimet vullnetar janë të gjitha ato lloje të agjerimeve që nuk janë fars, por që kryen për t'u afruar Allahut xhaleshanu me vetë dëshirën e besimtarit. Ky lloj agjerimi nëse prishet është vajib të agjerohet përsëri, por si ibadet nuk është i obliguar. Pejgamberi alayhis salam në një hadith të tij urdhron e thotë:
Kush agjeron një ditë për hir të Allahut, Allahu i lartë ja lehtëson 70 vjet fytyrën nga xhehenemi. Pra, të nderuar besimtar, to ishin se i përket në pikat e shkurtra llojeve të agjerimit dhe llojet e parë pra el wujub ose llojeve obliguese të agjerimit. Dhashtë Allahu xhaleshanuhu që t'ju lehtësoj agjerimin tuaj, ibadetet tjera në përgjithësi dhe t'ju ruaj nga çdo fatkeqësi në këtë dunja. Dhe për fund t'ju përshëndes me selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa as'alullaha li wa lakum at-tawfiq.